Ku është pastori? Ku është shoqëria? Dhe sa viktima të tjera duhet të flijojmë që dikush të hap syt. Ku është Akil Pano sot? Ku është zëri i tij i madh që përdit predikon morale familjare? Ku është ai kur një vajzë 8 vjeçare abuzohet nga vëllai i saj? Ku është guximi i tij kur krimi nuk është imagjinar, por i vërtet, i dhimbshëm, i pamohueshëm? Ku janë deklaratat urgjente? Ku janë konferencat e shtypit? Ku janë statuset e tij të gjata që mbrojnë jetën e fëmijës shqiptar? A nuk ka vlerë jeta e kësaj vajze? Apo vlen vetëm kur përdoret si mjet propagande? Ku janë koalicionet që ai ngriti? Ku janë koleget, aktivistët e moralit, luftëtarët anti-LGBT, që djegin ditë e natë për të mbrojtur familjen? A vallë familja nuk rrezikohet kur një fëmijë abuzohet brenda shtëpisë? Apo rrezik quhet vetëm kur dikush hedh një flamur shumëngjyrësh? Pse ky rast nuk u ka hapur gojen? Pse heshtja është kaq e rëndë? Pse një fëmijë e shkatëruar nuk mjafton për t'i çuar të gjithë në këmbë? Pse një vajzë 8 vjeçare nuk përbën emergjencë morale? Apo nuk sjell mjaft klikime për të qenë denjë për reagim? A nuk janë këto monstrat që rrezikojnë vërtet familjen? A nuk janë këta abuzuesit që duhen denoncuar ditë e natë? A nuk është ky momenti për të folur, për të ngritur zërin, për të mbrojtur viktimën? Pse pastori e ka humbur zërin tani? Pse e ka harruar të thëras turp? Pse nuk po e shpall këtë rast si alarm kombëtar? Ku është ndërgjegja e shoqërisë? Ku janë prindërit që duhet të jenë të tmerruar? Ku janë qytetarët që duhet të jenë në protest? Jo vetëm në komente e Facebooku. Ku janë ata që bërtasin për gjëra sipërfaqësore, por nuk lëvizin asnjë gisht për një fëmijë të dhunuar? A jemi bërë vërtet një shoqëri që qam pësho, por heshtim për dhimbjen reale? A jemi bërë një vend ku viktimat nuk vlen nëse nuk sjellin fitime? A jemi bërë thjesht konsumator skandalesh dhe jo mbrojtës të drejtësisë? Apo jetojmë në një kohë ku morali shitet dhe blihet sipas interesit të ditës? Dhe në fund, a ka ndonjë pendes pastori? A ka menduar qoftë për një sekond se sa hipokrite duket heshtja e tij? A e kupton ai se sa viktima po braktisen nga ky moral i rrem që ai predikon? A e kupton ai se zëri i tij vlen zero kur nuk ngritet për fëmijët? Deri kur do të heshtim? Deri kur do të lejojmë që këta mbrojtës të familjes të përzgjedhin cilat viktima meritojnë zë? Deri kur do të pranom këtë teatër të neveritshëm të moralit të rrem?